Cilësuar nga politika, nga Partia Socialiste. Ne jemi Shqiponja, Sora dhe Korba janë Edi Rama bashkë me ato që pasojnë. Unë sot vinë këtë protest të 51 ditëve me një kënaqësi të mbështesë rinin shqiptare, këtë rini të mrekullueshme që po bën një revolucion që po i jep mësim dhe Europës për demokraci. Shoqëria shqiptare është goditur gjatë këtyre viteve nga teoritë të ndryshme të establishmentit politiko-ekonomik Rama-Berisha. E them këtë sepse politikat Soros dhe Sorosianëve kanë zotëruar të gjithë politikën shqiptare. Sot rinia shqiptare rrezikohet nga këto lloj politikash dhe kur them që rrezikohen, di që edhe Elon Musk, personi më i pasur në botë, ja transformuan djalin nga djalë në vajzë dhe sot nuk rregullohet më. Unë nuk jam kundër të atyre që kanë lindur të tillë, sepse ato i ka bë Zoti, por ama transformime nëpërmjet ndërhyrjeve jam kundër. Shoqëria shqiptare nuk duhet të jetë e tillë. Shoqëria shqiptare duhet të ruaj traditën, sepse ajo tradit e ka mbret këtë kombë nga shfarosja. Ne kemi kaluar disa pushtime në histori, duhet ta dim, janë mijëra vjeçare bile disa, që nga romakët, bullgarët, turqit, Osman, edhe këto lloj perëndërish nuk arritën të na asimilojnë. Ne jemi gjaku i Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe nuk e tradhtojmë ato sa të jemi gjallë. Ne duhet ta mbrojmë vendin tonë, ne duhet të mbrojmë pasuritë tona. Duhet ta mbrojmë sepse sot qeveria shqiptare ka vënë dorë në çdo pasuri. E nisi me pasuritë e Bregdetit, filloi me pasuritë e maleve, ujërat edhe gjitha me radhë dhe sot kërkon të zhduk fare popullin shqiptar dhe të sjellë sklever nga vendet aziatike afrikane dhe shqiptar të bredhin nëpër Europë o botë. Kjo nuk do të lejohet kurrë. Kjo ishte kjo intervistë.